përmendet prokurimet publike, por Shqipëria sot është lider në Ballkanin Perëndimor në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore, në fushën e organizimit dhe koordinimit politikave publike, në fushën e menaxhimit të financave publike. Dhe nuk është rastësore që sot Shqipëria mbetet gjithashtu lider dhe në një sër fusha që kanë të bëjnë me digitalizimin e shërbimeve publike. Vërtet, raporti Bergjit në fakt e kishte nxjerrë Shqipërinë në vendin e parë përse ke digitalizimin e shërbimeve publike. Pikërisht sepse ne kemi bërë një kalim, duhet të thënë, revolucionar nga 13 Quantum leap. publike, nga 13 shërbime publike në 1200 tashmë 47 shërbime publike që ofrohen qytetarëve vetëm online. Tashmë fokusi është për të përmirësuar këtë sistem që kemi krijuar dhe sigurisht për të ndërhyrë aty ku është e nevojshme dhe domosdoshme për të shmangur çfarë do lloji ineficiencë që ende ndodh praktik. Ne e dimë që ky nuk është një proces që ka një fund, ka nevojë për gjithmonë që të përmirësohet. Por natyrisht është shumë e rëndësishme që gjatë gjithë kësaj periudhe kohe i gjithë progresi ka qenë jo vetëm i demonstrueshëm, por dhe i matshëm.